Në fakt të treja ekipet janë ekipe kompetitive që meritojnë të fitojnë dhe kupën e Shqipërisë. Mendoj që ndeshja parë, pavarësisht se ne jemi udhëtues, po nganjëherë më mirë, kemi bërë paraqitje të mira me Vllaznin. Shpresoj që të shkojmë deri në fund të këtij kompeticioni edhe të fitojmë më mirë. Në këtë periudhë janë dhe ngarkesa e kampionatit, sepse vim nga javë që shumë të ngjeshura, çdo 3-4 ditë ndeshje, jo virozat stinore. Po them që numrin e kemi, nuk është çështje numri, besoj që është çështje mentaliteti. Sepse nëse hyn në një ndeshje me mentalitet fitues, besoj që çdo gjë është e mundur. Ndeshje të lehta nuk ka. Nëse ne duam ta bëjmë të lehtë, e bëjmë vetë. Nëse do ta bëjmë vështirë, prapë e bëjmë vetë. Ne vim nga një tradicion rreth 14 vjet, pa qenë pjesëmarrës në Kupën e Evropës. Prandaj them që çdo gjë është e lidhur me mentalitetin e gjithë strukturës klubit, që nga punëtori i fushës deri te ne lart. Nëse ne hyjmë me një mentalitet për të qenë fitues, ne do shkojmë atje. Çdo gjë e kemi të mundur vetë në dorë. Investimet janë bërë të mëdha, mbështetja shumë e madhe nga presidenti Bardhi. Besoj që çdo gjë është e mundur, them që i kemi mundësitë si vjet që të luftojmë për trofe. Edhe shpresojmë të futemi në final 4 edhe pastaj të japim drejtim për të fituar kampionatin edhe kupën.